Nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, unë jam Ini Vasili. Do të flasim sot për një reformë shumë të rëndësishme, opozita e quan kryereformë, ndoshta nuk është në të njëjtin mendim majoranca, por sidoqoftë mbetet një nga reformat më të rëndësishme të premtuara nga majoranca aktuale. Do të flasim sot për reformën në kodin zgjedhor. Në fakt, të interesuarit e mëdhenj duket se është opozita dhe një shumicë e partive të vogla që kanë dalë edhe me propozime konkrete, të cilat e kanë dërguar Komisionit të Reformës edhe në formë të shkruar, në formën e një projekt ligji i cili do të merret më pas në shqyrtim. Por çfarë janë konkretisht pikat që kërkojnë këto parti dhe përfaqësues gjithashtu edhe të opozitës që të ndryshohen? Çfarë është votimi elektronik, çfarë është skanimi i tillë, ç'do të thotë një komision apartiak, edhe pse ka vite që kjo kërkohet nuk është arritur deri tani dhe cilat janë arsyet sepse kjo nuk është arritur. Do mundohemi këto përgjigje të gjejmë me të ftuarit e mbrëmjesës së sotme. Me mua është Dashamir Shehu, kreu i LSHK-s, Shehi, mirëmbrëma, mirë se erdhët, faleminderit. Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Pascal Milo, kreu i PSD-s, mirëmbrëma, faleminderit gjithashtu. Agron Gjekmarkaj, publicist, pedagog, faleminderit, do na ndihmoj në këtë tryezë me analizat e veta. Do të filloja me ju, zoti Milo, edhe pse të gjithë pranishmit këtu, përfaqësues partive të vogla, kanë qenë pafundësisht herë në këtë studio, kemi folur pafundësisht herë gjithashtu për kërkesat tuaja. Studio e Hapur është tashmë prej 10 vjetësh në transmetim dhe ne kemi 10 vjet që pak a shumë jemi ende në këto kërkesa, sidomos të partive të vogla. Komisione të numrimit, sidoqoftë që nuk i përkasin politikës, por dhe nëse i përkasin, ju keni kërkuar të jeni prezent, sepse jo gjithmonë keni qenë prezent. Pra, këto komisione kanë qenë gjithmonë në një farë mënyrë si molla e sherrit, po jo vetëm ato, edhe shumë anekse të tjera që i kanë bishtnuar, të themi kështu, sipas jush të drejtës tuaj në një proces votimi apo jo. Pyetja ime e parë është kjo, në këto 10 vite, si jeni më keq, i referojmë këtyre 10 viteve të fundit kalendarike, pavarësisht se sa palë zgjedhje keni kaluar. Sa i takon kodit zgjedhor si parti të vogla, jeni të shprehura më mirë apo më keq? Si bet fjalë fare se jemi shumë më keq se që kemi qenë në kuptimin e legjislaturës elektorale, sepse që nga 2008 në mënyrë të veçantë, kur u bën ato ndryshime të befta të kodit zgjedhor, gjendja është të thosha e mjerueshme. Nga pikpamja që vullneti i shqiptarëve si një drejtë legjitime kushtetuese për të zgjedhur nuk respektohet. Dhe që nga ky moment nuk mund të flasim për sistem zgjedhor demokratik në Shqipëri. Sepse që nga momenti që shtrembëron vullnetin e shqiptarëve dhe atë vullnet të shprehur nëpërmjet votës devijohet rrugës dhe në vend që të shkojë tek subjekti politik përkatës ku është adresuar për të shkuar, po shkon, përfundon dhe numërohet në favor të një subjekti tjetër politik që këtu më nuk ka në sistem demokratik zgjedhor, ashtu sikurse nuk ka edhe shumë gjëra të tjera që lidhen pikërisht me këtë të drejtë themelore të shqiptarëve për të votuar atë forcë politike që ato dëshirojnë. Por unë duhet të qëndroj në mënyrë të veçantë sepse ne na është dashur të bëjmë një luftë madhe pas vitit 2008, kur u bën ato shtrembërime të hapura, ato ndryshime në kod, jo vetëm në kodin zgjedhor, por edhe në kushtetutë, se jemi prapë tani që po diskutohet për të ndryrë në kushtetutë, dhe atëherë ndryrja u bë pa pritë e pa pandehur, brenda një nate janë miratuar si një mekanizëm absurd ndryshimet në kushtetutë dhe në kodin zgjedhor në mënyrë të veçantë, ku u përpunua dhe u miratua ky sistem që kemi tani dhe që jo vetëm u mohua përsëri e drejta legjitime e shqiptarëve për të hedhur votën atje ku duan dhe për të numëruar, por u bën ndryshime të tjera, siç është sistemi aktual që kemi dhe që u bë sistemi me lista të mbyllura, ligji lejon që kryetarët e partive të bëjnë lista për të cilat nuk ka konkurrencë brenda partisë, mbi të gjitha u hoq sistemi proporcional, majoritar proporcional, proporcionali kombëtar, që tashmë partiti ka penalizuar, flasim gjithmonë për partitë e vogla, i ka penalizuar, sepse gara në 12 qarqe është shumë e ashpër, shumë e egër, dhe partitë e vogla nuk arrin dot të konkurrojnë në 12 qarqe, kurse në momentin kur
ata arrin të marrin një numër votash në shkallë kombëtare për të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë, kjo e drejtë atyre u mohohet. Pra ka një numër çështjes për të cilat partitë e vogla, dhe e fundit që duhet të flas. Është zoti Mediu këtu, bashkë me zotin Mediu, kemi qenë para disa vjetësh iniciator të një, do të thosha, konference, do ta quaj, që u arrit për herë të parë 26 parti politike të mbledhen në një tavolinë dhe të firmosin një dokument të cilët ja paraqit në emër të tryezës së 26 partive, Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Dhe për herë të parë në këto 26 vjet, kryetari i Partisë Demokratike në atë kohë zoti Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama për herë të parë firmosën, ranë dakord me propozimet e tryezës dhe pas kësaj çfarë mbetej më? Asgjë. Por u bë një teatr, një mashtrim tipik klasik shqiptar, që nga një anë firmosnin dhe nga ana tjetër urdhëronin drejtuesit e komisioneve parlamentare, se ishin kryetar dhe bashkëkryetar, që të mos merrin në konsiderat këtë dokument që neve me zotin Mediu e quam në mënyrë shumë simbolike në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, ka ndodhur dhe gjëra të tilla. Unë prandaj edhe tani çdo përpjekje që po bëhet për të ndryshuar kodin zgjedhor, nuk e besoj. Për fat të keq, jo se nuk kanë të drejtë, po nuk besoj sepse të dy partitë politike nuk janë të interesuara që të demokratizojnë sistemin zgjedhor në Shqipëri, sepse duan të marrin, të vjedhin, të manipulojnë, të administrojnë votat e një numri të madh subjektesh politike, të cilat arrin deri në 300.000 vota në të djathtë dhe në të majtë politikës shqiptare. Do flasim pastaj për pretendimet e mazhorancave, që pak aq shumë pavarësisht se dy mazhoranca kemi patur të majta dhe djathta, kanë patur sidoqoftë edhe pretendimet të tyre se pse underground dos kjo, sepse edhe këto partitë vogla, kur vjen pushtet në koalicion, parcelizojnë qeverisjen në një farë mënyrë, por do kemi mundësi të flasim edhe për këtë argument. Që mund ta diskutojmë. Do ta diskutojmë më pas. Zoti Shej, juve keni dalë edhe me një platformë apo jo, me një propozim konkret në formën e një projekti. Së pari, ju mendoni si zoti Milo që jeni më keq se ç'keni qenë në përpamje shprehjes demokratike të partive të vogla? Dhe e dyta, jeni aq optimist sa për të besuar për ndryshe nga kolegu juaj se diçka mund të ndodhë të herë? Shiko, kjo është një luftë e vazhdueshme permanent. Një mendoj që jemi keq, jo se jemi partitë vogla, po unë them që kjo i ka bërë dëm demokracisë përgjithësi. Njerë që nga ndryshimet e 2008-ës u saju një sistem që quhet spanjoll, për mos që është spanjollës portugezës. Ska lidhe fare me Shqipërinë. Shqipëria është një vend i vogël, e ndam në 12, si të thush, kolegje elektorale, në mënyrë parësyshme fare, nuk e di për që. Vetë si të thush, i gjumohen ndarjes administrative që ishe bërë për shumë arsye tjera, jo për këto. E të copëzume, fragmentarizume vendin, unë jam shtyrë edhe për te, sa i kam thënë edhe politikisht, është rrezikshme. Ky lloj sistemi. Sepse ky krijon forca centrifuge nga qeveria qendrore e Tiranës. Krijon realitete lokale, politike, domethënë përveç dasive historike që kemi ne, gege, toske, fete ndryshme, ne me durët tona shkomi shtumë edhe një ndasi tjetër. Kur në fakt ne projekti, si të thush, elektoral duhet na bëj. Njerë të bashkohemi, sa më shumë, si kombe dhe për këtë shërbete gjithnjë një listë e përbashkët kombëtare. Kjo është e para. Mos krijohen, mos evidentohen diferencat krajinore. S'kemi nevojë për këtë. Ne duhet i zhdukim, të zbusim me kalimin e vitit. Ne kemi bërë të kundërt. Edhe kjo është një platformë për mua krejt reaksionare. Unë kam shqetësuar, denoncuar për viteve, që kam thënë që kush ka saju këtë gjë për pak vota, për i grush votash, me ahudh kundërshtarëve të vetë, ka ndërtuar për Shqipëri një platformë shumë të rrezikshme. Komplet reaksionare. Sigur ta kishin dashme e bërë miqtë e Shqipërisë, ka që bukur s'kam pas për ta qenë disa si herë. Kjo e para, unë e nis nga kjo, nga ky lloj principi. E dyta është sepse një projekt elektoral ka për detyrë nxjerrë, si të thush, një qeverisje të fortë të qëndrueshme. Në fakt që kur është bërë ky projekt, qeverisë kanë pas nevojë për arnime nga pala tjetër. Po ti shikoni, që nga qeveria e parë 2005-ës ka marrë u hap sporti që merr majtas, foti djathtas, siç vazhdoi në këtë vit që i marrim djathtas i fusim majtas.
Edhe këto janë derivate të këtij lloj legjislacioni. Kjo është e dyta dhe kjo është, të thash, një tezë që nuk i shërben demokracisë në Shqipëri. Pastaj për të mos vazhdu, por si të thush, sepse në mënyrë artificiale, për partitë alternative, s'po i quajt vogla. Sa të janë vogla, sa më të bëhen të mëdhaja nesër, si që bolësia. Dhe të bëhen shumë të rëndësishme për të ullë të në tavolinë me ne. Çfarë bëri? Ngreti një barrazh, krijoi në mënyrë artificiale me një lloj hilje, një lloj barrazhi që mesatarisht në gjithë Shqipërinë, po t'i bëjmë një mesatare të ponderuar, shkon gati 8%, 7.8% për eksaktësi. Që do të thotë, se shqiptarët shpeshherë se kuptojnë, s'kam faj. Që ti në Gjirokastër nëse nuk e 25% votave, ti hy kot ngarë. Kjo që është e pamundur. Kush janë këto parti përveç dy të mëdha? Në Kukës është po njëjta gjë, duhen 25%, 20, 20 Gjirokastër, 25 Kukës, se ka 4 deputet. Që në Dibër, në Berat, në Lezhë, në Laç, duhen mesatarisht nga 15% votave. Dhe dhe praktikisht një barazh. Këto ngritën në mënyrë artificiale një barazh madh elektoral. Të pamundur për tjera. Dhe me thënë, ne bëjmë garë vetëm Tiranë. Absolutisht. Ne i farë mënyrë bëjmë garë vetëm Tiranë, garë reale, sepse garë, është ajo 2,5, atje për të ka përcy është 3%. Edhe kjo është një defekt i këtij ligji. Pastaj nuk po i marr me radhë me të gjitha mënyrat se si u aprovohet, pak rëndësi ka. Kështu që unë them që ka ardhur dita për të. E dytë, e treta, tash të vinë në demokratizimin e sistemit. Ky sistem duke qenë plotësisht i mbyllur, sepse sistemi përpara ishte majoritar, po ishte edhe proporcional, sepse lete një jo korrektim 100%, se nuk ishte sistemi 91, 92 deri 96, por ishte një sistem cili korrektonte pjesërisht. Do të thonë, dikujt që i takoni 7 deputet, minimalisht 4 do t'i merrte, edhe në qoftë se nuk fitonte në zonë elektorale. Me këtë lloj sistemi, kjo punë zhduket e para punë. Pushteti i kryetarëve të partive bëhet absolut, dhe kjo ka dëmtuar demokracinë e brendshme të partive, kjo ka dëmtuar demokracinë përgjithësi në gjithë shtetin shqiptar, pse? Sepse asnjëherë nuk e dim kush është një grup elitar, për shembull, politikë janë brapa parë sa vota marron, sa merr zotëria, sa marrin tonë zonën tonë elektorale, hierarkitë e partive përcaktohen në një mënyrë që është as pak demokratike, i përcakton kryetari, kush do të dali, si do të dali, pavarësisht vlerës. Por ta thash, përteksa e demokracia e partisë, demokracia e shtetit shqiptar, këtu krijohen liderat, ministrat, drejtë, shefat politik në një farë mënyrë, pa një merit, pa një verifikim normal në votën, për siç ndodh në botë. Unë them që një listë e hapur, prandaj do t'i bënte mirë dhe prandaj kemi propozuar. Do flasim pastaj për propozime konkrete. Dhe shiko që ka ndodhur në Shqipëri dhe me çfarë po merremi ne. Të gjitha këto që përmenda unë nuk kanë të bëjnë fare me numërimin. Absolutisht. Këto janë, ta thash, konsekuencat politike, derivatet që dalin nga një zgjidhje politike për sa i përket sistemit. Ne në fakt problemi më i madh, halli më i madh që na ka rënë tash në kurrizë është mënyra si numërohen votat. Dhe prandaj gjithë këtu është përqendruar. Kur në fakt kjo na përbot është një gjë e dorës dytë. Rëndësika këto që thamë ne përpara. Imagjinoje sa ka degeneruar mbrapa sistemi jonë, kuptoni, elektoral. Sa që ne çështjen që është minimal janë botë, është minimaliste kjo çështje. Ai vjedhin vota, si vjedhin vota, ai numërojnë, kush i numëron, sa kohë zgjat votimi, si deklarohet. Unë them që vitin 91 kur ka marrë pjesë për herë të parë, do thotë për deputet thua, 92-shin, kuptoni, këtu si ishte ky problem. Ne kishim problem se Partia Socialiste manipulonte opinionin publik. Po jo se i vjedhte votat aty ke kutia. Manipulonte me demagogji. Ndërsa ne sot e gjithë sforca politike, administrative, tenton drejt kësaj. Dhe kjo që thamë ne që ishe, kjo është më e rëndësishme për mua, kjo ka dalë në vend dytë. Imagjinoje se çfarë regresi kemi të thonë. Zoti Medi. Ju keni vënë një titull të emisionit që thoni sfida e të vegjëlve, por unë do desha të jap një kontekst tjetër. Nuk besoj që është sfida e të vegjëlve, është sfida e shoqërisë shqiptare për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Se kështu na vendosin çik në pozicionin e njerëzve që duhet ndjehemi keq se s'po rritemi dot. Ta them sinqerisht për mua. Jo, sepse propozimet janë tuaja, sidoqoftë. Absolutisht, unë mendoj që të paktën sot edhe si shprehje shoqërisë shqiptare. Nuk janë vetëm tona. Kjo është emetuar në mënyrë të vazhdueshme në shoqërinë shqiptare që janë disa parti të vogla që kërkojnë ndonjë gjë. Dhe këtë e keni bërë ju si media në mënyrë perfekte. Të influencuar padyshim nga politikat e partive të mëdha që kanë bërë më të mirën e madhe sot në Shqipëri me gjithë qeveriset që ka ndodhur. Megjithatë, ne jemi republikë parlamentare sipas konceptit kushtetues me një demokraci përfaqësuese.
Pyetja është, a jemi demokraci përfaqësuese apo jo, duke konsideruar ato çka tha zoti Shej dhe zoti Milo. Nuk jemi demokraci përfaqësuese. Ne jemi demokraci e emëruar. Sistemi ynë zgjedhor nuk ka bërë as më shumë as më pak, i ka dhënë autoritetin disa individëve për të zgjedhur në mënyrë preferenciale se kush duhet jetë në kuvend. Nuk ka të bëjë me votën e qytetarëve, ka të bëjë me vullnetin e drejtuesve të partive politike. Sot flasim për një parlament të kriminalizuar. Asnjë gjë nuk ka ndodhur në mënyrë të rastësishme, por ka ndodhur në mënyrë të qëllimshme. Banditë dhe kriminalët kanë hyrë në parlament sepse kështu kanë dashur kryetarët e partive për t'i vendosur atje. Në mënyrë që t'i bënin sfidë kundërshtarit atje ku nuk e kishin të mundur, politikisht, me metoda dhe mënyra nga më të ndryshme. Pra problemi i parë që kemi ne është në mënyrë të padiskutueshme a funksionojmë sipas atij kuadri kushtetues që jemi organizuar ose jo. Besoj që këtu themi jo. E dyta është a kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Prandaj e kemi quajtur reformë mbi reformat, as reforma në drejtësi, as një reformë tjetër nuk ka vlerë nëse nuk garantohet ajo që është elementare që demokracia të vinë nëpërmjet votës qytetarit. Dhe ne themi që nuk ka. Zoti Shej përmendi disa raste, unë po them ajo që fillon nga më banalja është sot vjedhja e votave. Intimidimi votuesve. E para njerë nuk lejohen votuesit dalin nga shtëpia, e dyta blihet vota, dhe kjo nuk janë konstatimet mjet, por në raportin e fundit të OSBE-Odirit në zgjedhjet lokale 2015-s. E treta ka një fenomen po ashtu të qarkullimit dhe blerjes votës në kutinë e votimit, futet vota e mbushur, del vota e pambushur dhe nuk ka rëndësi më qarkullojnë paratë dhe vota për të rritur, do të thënë, atë nivel të atyre që kanë mundësinë financiare, korruptive për ndikuar në votën e qytetarëve. Dhe duke krijuar këtë koncept tek qytetarët që nuk ka rëndësi vota e tyre, padyshim që bëhet edhe më lehtë për të shitur dhe për të blerë vota. Vim të një sistem zgjedhor që nuk është as sistem spanjoll, nuk i takon fare sistemit, sepse ne jemi nga pikpamja e organizimit kushtetues jemi shtet unitar. Kemi dalë tek ajo që tha zoti Shej, jemi kthyer në një shtet as rajonal, as federal, por me preferenca nga më të ndryshmet, duke krijuar një disbalancë të madhe, do thënë, të përfaqësimit në kuvend. Pra, vota e qytetarit të Kukësit nuk është e barabartë me votën e qytetarit të Tiranës. Ka një disbalancë shumë të madhe të përfaqësimit, do thënë, në kuvend. Dhe vazhdoj pastaj me çështje tjera që janë po kaq të rëndësishme, që a kanë mundësi qytetarët në një proces zgjedhor të njohin kandidatët apo partitë politike. Besoj që jo, për faktin sepse media dhe ligji zgjedhor detyron median që të japë vetëm debatin elektoral të partive të mëdha, fushat elektorale të partive të mëdha, ngushëson hapësirën për partitë e tjera dhe për çdo individ e kandidat, qoftë edhe për atë që është i pavarur që mendon që mund të ketë me forcën dhe gjykimin e vet mundësinë për të ndryshuar diçka. Shkojmë më tej, financimi i partive politike. 90% e parave të fushatës elektorale shkojnë tek partitë e mëdha. Përveç asaj, burimet financiare të fushatës elektorale, të cilat janë elementi i parë i korruptimit të qeverisjeve dhe të politikës shqiptare, vend tek partitë e mëdha, për shkak të interesit dhe gravitetit që ato kanë. Dhe fushatat elektorale në Shqipëri janë fushata ndonjëherë më të shtrenjta se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni zgjedhjet e fundit lokale, siç ka ndodhur. Po ti bëni hesape, del shumë lehtë kostua. Cili është shqetësimi kryesor që ju si atëherë shqetësimi i parë imi është që duhet të ketë një demokraci përfaqësuese. Ku nuk janë kryetarët e partive që vendosin, por janë qytetarët që me votën e tyre thonë është Agroni, Paskali, Dashi apo Fatmini që duhet jetë në kuvendin e Shqipërisë. Pra ata të kenë të drejtën që të përcaktojnë. Dalë tek propozimi i listave të hapura ose një sistemi që jep autoritet qytetarit për gjykuar se kush duhet jetë përfaqësues i tij dhe bën deputetin më të përgjegjshëm në raport me votën e qytetarit dhe jo vetëm thjesht me interesin politik të partisë. E dyta ka të bëjë padyshim me mënyrën e votimit, administrimin e procesit zgjedhor, votimi elektronik. Pse është i domosdoshëm votimi elektronik? Do flasim në pasaj atë të them si element, financimi i fushatës elektorale dhe padyshim raporti medias me fushatën elektorale. Këto janë 4 elementet kryesorë që kanë të bëjnë me një fushatë elektorale. Do flasim pas për propozimet konkrete, po. Nga sa thanë 3 kryetarët e 3 partive, vura re që në një pikë kanë një mërus të përbashkët. Një shqetësim sa etikë dhe politikë ndaj sjelljes së partive të mëdha në Shqipëri, në mënyra se si e menaxhojnë ato partitë demokracinë e brendshme, pikërisht shefat e tyre. Diskutimi mbi listat e hapura apo të mbyllura, pra niveli demokratik i përfaqësimit, dhe sigurisht nuk bashkohem një pjesë të tyre kritikave dhe konstatimeve. Kemi shumë çka për të thënë për partitë të mëdha, por natyrisht më lind një pyetje, duke parë që këtu kemi 3 zotëri të cilët kanë qenë dhe janë 3 kryetarë partish prej shumë kohësh, duket sikur në partitë e vogla edhe kryetarët e partive janë të përjetshëm pak a shumë me keq se sa në partitë e mëdha. A mund të japi një shpjegim për këtë? Kjo është
si rrjedhoj e konkurrencës apo rrjedhoj mungesës e konkurrencës? Ku tjetër tonë pyetja? Tre zotrive. Po e kthej unë padyshim që ka mungesë konkurrence agro në Shqipëri. I themi gjërat siç janë. Konkurrenca në shoqërinë shqiptare është minimizuar. Për sa kohë nuk funksionon konkurrenca në subjekte politike më të mëdha, absolutisht do të reflektohen në subjektet e tjera. Jeni fjalën brenda partive. Është shumë etike kritika që ju bëni atëherë partive të mëdha, se duket se partitë e vogla janë shtruar në parcela dhe në pronat vogla private disa individëve në Shqipëri, të cilët i menaxhojnë sipas disa interesave të caktuara. Ka rregullat statutore të funksionimit dhe veprimit të partive politike. Do në rregullat statutore të paktën në një pjesë partive politike të gjata që unë njoh, është që në rast të humbjeve zgjedhore, atëherë kryetari i partisë është i detyruar që t'i japë dorëheqje. Sepse edhe ndryshimi politik, drejtimi politik të partisë nuk është ndonjëherë gjithmonë avantazh. Ka edhe disa avantazhe, sepse ka të bëjë qoftë me pjekurimin politik, organizimin, funksionimin politik dhe elektoral të një partie politike. Por ajo që është e padiskutueshme është që nuk ka as sistem karriere, as sistem merite, përgjithsisht në partitë politike më të mëdha që reflekton pastaj padyshim edhe në të gjithë skakierën e politikës, do të thënë të majtë dhe të djathtë. Ta pranojmë edhe këtë që edhe partitë e vogla vuajnë nga se nuk kemi parë ndonjë kryetar partie të vogël të mesme le ta gjejmë si të duam. Unë pranova që konkurenca dhe karriera do në jetën politike shqiptare nuk është më e dipenduar. Demokracia e partive politike shqiptare ose sistemi organizimit politik shqiptar është shumë vertikal. Nuk është horizontal, nuk lejon frymarrje sistemi, sepse sistemi elektoral është i tillë. Dhe partitë tona politike do të veprojnë në përputhje me sistemin elektoral aktual. Ju e duhet dini një gjë, nëse në partitë e mëdha ka garë proporcionale, në partitë e vogla ka garë mazhoritare. Pra ne luftojmë në mazhoritar, kurse ata luftojnë proporcional, nga pikpamja e organizimit dhe funksionimit politik këtyre. Dhe kjo është një diferencë, pra është jo vetëm do të thënë diferenca e madhe dhe barierat që janë në shumë rajone, por gara jonë është një garë mazhoritare, duke kërkuar çdo vot. Gara e partive të mëdha është një garë proporcionale. Dhe demokracia në partitë e mëdha ka probleme shumë të mëdha për një arsye të thjeshtë, dhe është një nga debatet që bëhet sot. Një pjesë e kolegëve deputet nuk e pëlqejnë sistemin e hapur që u përmend këtu për arsyen e thjeshtë, sepse kanë të vështirë që të shkojnë kandidatë. Po ju marr një shembull dhe po e bëj banal. Po ti thuash një përfaqësuesi të Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste që të shkojë të kandidojë mazhoritar në qarkun e Kukësit ose të Beratit, nga këta që flas lidershipi i partisë, do të nguronte shumë. Për faktin se do ta vinte në pikë pyetje zgjedhjen e tij si deputet. Po ti thuash do vesh i pari ose i dyti në listë, do të shkonte më njëherë, sepse ka të garantuar zgjedhjen. Tu ka një problem në fakt për ju shefat e partive të vogla, sepse për shembull ju veti jeni zgjedhur në listat e Partisë Demokratike fal kësaj përzgjedhje, le të themi, të kryetarëve të partive të mëdha. Nuk kemi zgjedhur vetë, jemi zgjedhur në bashkëpunim për të arritur. Bashkëpunim, po nuk është shumë etike që një kryetar i një partie, le të themi, të zgjidhet tek një parti tjetër. Sepse ju jeni lideri i republikanëve dhe mendoni që duhet të jeni në parlament shqiptar nga vota, më shpjegoj. Atëre do të ishte dëmshme nëse një parti politike brenda koalicionit do të jepte më pak se sa çmerr. Dakor? Partia Republikane ka dhënë 15.000 vota më shumë Partisë Demokratike se çka marr mandate deputetësh, pavarësisht nga ato që ndodhen më mbrapa. Çështja është nëse do ta bësh një fushatë elektorale efektive, atëre do të përpiqesh që do të thonë përfaqësuesi kryesor i partisë përpiqet do të ketë është si personale dhe politike do të jetë në parlament. Dakor? Do të bëni një fushatë të përcaktuar në një zonë caktuar elektorale. Vetë Partia Demokratike ka nevojë që kjo fushatë e Partisë Republikane apo e LSHK-s të zhvillohet në gjithë territorin për të maksimalizuar votat. Edhe zhvillohet fushata nëpërmjet lidershipit politik. Dhe duke qenë kështu, atëherë mundësitë për ta zhvilluar këtë fushatë në një kuadër kaq të egër elektoral do të jetë shumë herë më e vogël. E kemi bërë këtë edhe në 2009, unë kam dalë deputet në qarkun e Tiranës si Partisë Republikane. Votat në 2009 kanë qenë më pak se sa kanë qenë në vitin 2013. Arsyeja është e thjeshtë sepse mundësia për të bërë fushatë elektorale ishte shumë herë më e madhe për të organizuar, për të pasur prezencën politike dhe drejtimin politik të Partisë Republikane në të gjitha qarqet. Pra, atje ku tha Dashi që mundësia për të fituar është pothuajse inekzistente, siç është Gjirokastra, siç është Kuksi, etj, dhe po jam të them, në Kukës Partia Republikane ka marrë 2300 vota, Partia Demokratike ka fituar me 17 vota më shumë se sa për të marrë një mandat deputeti. Pra, tregon që ka efekt çdo lloj vote nëse do ta kërkosh. Përndryshe atëre siç u tha këtu dhe paraprakisht, ne duhet kufizohemi të bëjmë fushat vetëm atje ku kemi interesin tonë të veçantë. Por kjo, sidomos në opozitë, do të ishte jashtëzakonisht e dëmshme. Ka dhe zgjidhje tjera, ka pas zgjidhje më të thjeshta, është shkrirje të cilat kanë qenë deri banalitet për të fituar. Të dëshej. Kjo
do me thënë që futesh bashkë lisë, kjo është çështje marrëveshjesh. Atëherë është bërë kështu, këtë radhë më bëhet ndrysh. Dhe është kondicionuar nga ky legjislacion që duam të ndryshojmë. Edhe këtu sigurisht që ke drejt, kur thuaj që pse jeni futë, unë për vete gjykoj që këtë radhë takon që gjithë se kush të hapi, po të kemi ndryshime, do të hapi, me këtë ligj që është bërë, nuk ka vlerë kjo që themë. Por sa i përket arrin kryetarët e partive, shumë vite, unë kam shumë vite, zotëria ka shumë vite. Që ta themi trotë që mos shiqemi, dhe me thëmë, për publikun shqiptar. Po thuj se 3 qereku i partive të vogla janë derivati shkëputjeve nga partitë e mëdha. Nuk është se po ka një platformë ideologjike të ndryshme. Dhe me thënë, në qoftë se brenda partisë demokratike, flasë për historinë time personale, të shumë kolegëve të mi, do ishim si demokristian të Italisë, që është linja e fanfanjanëve, jemi të majtës, dore të janët, jemi të kësajt, ne mund të rrinim fare mirë atje. Mi po ke partia demokratike ka qenë kështu, jemi Berishën, rri, si e Berishën, ikë. Edhe unë kam vendosë me ikë, me thonë drejtë. Se kam vendosë që t'jem kjo dashë që po flasë edhe mas 25 vjetë. Flasëm, kjo është një zë. Këtë ka fitu politika shqiptare, opinioni publik, edhe zërin e profesorit, edhe zotërisë. Dhe më një luani me mbështetjen personale. Jo, personale me shumë se sa ideologjik. Absolut, unë po ta them, unë po ta shpjegoj, unë e shpjegoj ma mirë se ty këtë, më zullo këtë. Unë ta them, ta shpjegoj kam brënda. Pse? Ndryshe nuk ka zë të lirë, nuk ka të ndryshëm. Nuk ka absolutisht. Kjo që thuti edhe personale është, absolutisht. Kuptoti? Politika bëhet me personar, nuk bëhet me tulla. Sigurisht. Po ashtu kuptoj, kështu që ne jemi prerë ndryshme, ne mendojmë për gjëra ndryshme, ne udhëheqim grupe të ndryshme që mendojnë ndryshe nga të tjerët, zatem pse vijnë këto vota. Ca këtu, ca atje. Pastaj a bëhen shumë, kjo varet nga zotësia e jo. Por në qoftë se nuk do kishte partitë vogla, sot do kishte shumë pak zëra në politikë, do kishte vetëm 2 me mënyrën si bë. Në qoftë se demokracia jonë do mri atje, mora për shembull italianët, jo se janë demokracia më e kulluar, po kemi këtu afër dhe jemi në gjendje të interpretojmë, sa askush nuk e di se ç'ndodh me demokristianët e gjermanëve, askush nuk e di se ç'bëhet me krahun e djathtë në Holland. Prandaj po e thjesoj, po marr. Po të ketë ditë që ka një demokraci të madhe, që unë hyj në një parti të madhe, them atë që mendoj, nuk më shpallin armik. Kuptoti ajo, po kur them atë që mendoj, nuk mos flasim ma është i mirë ky ujtë. Flasim ma bën ti për kryetar apo s'bën? Apo na çon fitore apo e çon vendi ku është? Po do të flasim për tezat e mëdha të politikës. Tezat e mëdha të politikës, unë dhe shumë kolegë mi jemi rrëzuar brenda Partisë Demokratike. Edhe kemi hik, vend që të mbyllim gojën e dorëzove, siç bëjnë disa, ne kemi vendosur që të rrim në politikë. Edhe themi atë që mendojnë, pastaj takon qytetarëve shqiptarë na votojnë. Ju me eksperiencën që keni, një eksperiencë gjatë në politika, mendoni realisht që partitë e vogla shqiptare janë bë peng sigurie për çështje të mëdha që ka patur kjo shoqëri? Mendoj se jo. Absolutisht jo. Atëherë, zoti Mediu replikoi pak peng kuptimin asaj. Kanë dhënë një të vegjël. Pse këto parti kanë mbetur të vogla 25 vjet? Mos është fakti që jo e ke gabim. Tek loja me perceptimin që mesazhi që kanë dhënë shoqërisë shqiptare është që këtu janë ca njerëz që kanë disa interesa të vogla personale, të cilat i kanë rregulluar pranë partive të mëdha. Dhe madje s'kanë dhe bosh ideologjik që partitë djathta shkojnë tek qeveria Majtas dhe para 5 vitesh partitë Majtas shkonin djathtas. Absolutisht. Kjo është interpretimi. Semplicisht, kupton, mund ta bësh. Ka nga këto, sa dush, brenda këtij amalgamet. Ju vetë tha që 2-3 partitë Majta në 2005 në me koalicionin e djathtë, tani me rilindjen 2 partitë djathta. Absolutisht, po unë po ta them. Si perceptohet kjo tek imazhi publik? Ke imazhi publik, ai që është më i mençur, më i gjerë, percepton atë që është i gabumi, atë që është i ndër. Ai tjetri që s'kupton asgjë, kuptoti ke klubi i fshatit, ai e percepton edhe kështu si pazar, normal është. Absolutisht. Se po thotë si ka ndodhur kjo. Edhe klubet e Tiranës perceptohet si pazar. Jo, po nuk fshatit. Ore, unë po ta shpjegova veti pare që ky është pazari më i madh, ka 10 vjet. Çfarë shpjegoj më shumë ti? Agron. Kuptoti? Pse se shef çik realitetin siç është. Kush është forcuar? Është forcuar pazari. Unë shoh siç e shohin sytë e mi, ndoshta nuk është ashtu siç është. Po komunikoj, po flasim. Atëherë, po ta shikosh, ato që kanë rritur është rritur pazari. Ku ka pazar dhe vjedhje, padyshim që është forcuar. Po. Do të thonë, tu jam dakord me ju. Dakord? Po. Ku ka identitet, është zvogluar.
Pse? Sepse debati nuk është e identiteti më. Dhe që ka thotë zoti Sheq, apo zoti Milo, që ne duhet kemi e truajmë identitet politik, ndarje ideologjike politike, është një element thelbësor në politikë. Shumë verë një tendencë, dhe më falë, partitë cilat nuk kanë ideologji politike. Mos suksesin disa partije kërkojnë të ligjit, të kodi zgjellor, dakor, sa mund të ketë pengesat të mëdha për ju. Por nuk shkon llogaria nga vetja për ta kërkuar pak hesapin brenda sjelljes politike të partive të vogla. Don partia politike si dhe fushata elektorale është ide, njerëz dhe financë. Dakor? Mund të kesh idetë më të mira, por padyshim për të organizuar njerëzit kërkon edhe mundësitë financiare për të organizuar ata. Kërkon dhe hapësirat mediatike për t'i paguar, kërkon edhe fushatën elektorale për të kontrolluar, edhe për të parë se kush voton e si voton. Shtrëmbrimi i votës qytetarëve, mungesa e hapësirave mediatike, futja e paraskrimit dhe korrupsionit në fushatë elektorale, padyshim që minimizon faktorët pozitiv dhe ideologjik, dhe maksimalizon faktorët cilët nuk kanë të bëjnë me ideologji politike. Qartë, kam dhe profesorin që do të kontrollojë. Këtu është bërë edhe nga më falë. Keni një rast flagrant trafikimit votat të partisë tuaj që kanë ikur. A dini përgjithësi si kryetar partie që keni zgjedhur personazhe të tillë që ju kanë ikur pas menjëherë pas ardhjes në me që patjetër që ndjej përgjithësi. Nga cilësia, me çfarë kriteri keni zgjedhur ju personazhe të tillë? Këtu kanë ikur parti politike, jo më individ, është se mbien keq. Parti politike më kanë dalë. Nuk e zgjidhin problemin duke krijuar krahasim. Ne kemi problem real. Po ta ja përgjigjen që patjetër që e ndjej përgjegjësinë. Patjetër se ky është sistemi që ti nuk ke të bësh me individin që zgjedh qytetari, por ti më vëm përballë përgjegjësisë për atë çka kam zgjedhur unë. Dhe unë jam shumë subjektiv në zgjedhje. Ja keni dhënë qytetarit atë apo jo? Po pikërisht pas se s'ka mundësi tjetër. Unë nuk kam mundësi tjetër, ligji këtë të detyron. Dhe unë jam subjektiv si shumë tjerë. Nuk kanë ikur vetëm te PRE-ja, kanë ikur edhe te PD-ja. E kam thënë unë që është bërë si pazari gjysmëgjallë. Dhe ku kanë ikur? Kam thënë një fjalë tjetër, ndoshta banale, s'po e përsëris këtu. Jam mbledhur si punë e mizave. Ku? Atje ku han ushqim nëpërmjet pushtetit, atje ku përfitojnë nëpërmjet pushtetit. Dhe jo për ideologji, dhe jo për interes kombëtar. Për interes përfitim. Por unë jam krenar për një gjë të paktë që jam këtu ku jam dhe Partia Republikane është në opozitë dhe ky është qëndrimi i Partisë Republikane. Individ mund lëvizin për interesa nga më ndryshme. Po, dhe biles më fal, ta shtoj. Nëse do kishte një gjë në këtë kod elektoral që duhet vendosur, që diskutohet është apo jo në raport të drejtë me kushtetutën, është që nëse një deputet ndëron krahun e tij politik, atij urgjentisht i duhet hequr mandati, se është turpshme të votosh si opozitar e të përfundosh qeveritar. Në perceptimin e njerëzve të thjesht, po dhe jo vetëm të tyre, partitë politike, ato që quhen të vogla, apo dhe kryetarët e tyre, shpesher konsiderohen si njerëz parazitar, si njerëz që nuk din dhe s'kanë se ç'të bëjnë tjetër, dhe krijojnë një parti politike. Për fat keq ekziston një koncept i tillë. Dhe nuk është pa gjë. Po të vësh re numrin e partive politike që janë të regjistruara ku regjistrohen tash në gjykatën e Tiranës, se diku regjistroheshin në Ministrinë e Drejtësisë, janë mbi 100 parti politike. Dhe po të shikosh, ka parti të cilat kanë vetëm emrin e kryetarit, janë të regjistruara aq sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tashi para disa muajsh, i kërkonte që të bënte disa procedura dhe nuk u gjendeshin as adresat, as personat. Pra, po që se ka partit tilla politike me të drejtë janë bërë qesharake, problematike dhe e meritojnë këtë vlerësim të përgjithshëm që është krijuar, po jo për të gjithë. Po jo për të gjithë. Tani, në qoftë se nuk dua ta ngrej në planin personal problemin, por kemi ardhur në një moment që çdo individ dhe besoj edhe kolegët janë këtu, kanë një identitet tashme, kemi krijuar këtë identitet, e kemi krijuar me punën tonë, me kontributet tona, pse jo mund të themi edhe me gabimet tona. Dhe vjen një moment, siç është për shembull personalisht e ndjej, që do të isha shumë i lumtur në rast se do të kisha ose do të vinte që të më në gjirin e partisë time 1, 2, 3, 4 persona që vërtet do të aspironin që të bëheshin kryetar partie, dhe unë do të isha shumë i lumtur që t'i mbështesja. S'ka burime njerëzore, po thoni ju. Jeni të detyruar të mbeteni kryetar të përjetshëm. Jo, nuk është thjesht kjo, por ne kemi bërë një investim të madh, dikur me shumë idealizëm, me shumë sakrificë,
Dhe po vazhdojmë ta bëjmë këtë thjesht edhe për shkak të atij angazhimit shumë serioz që kemi patur për shumë vite të tëra në politikë. Dhe nuk duam që të largohemi nga politika, se duam disa të na zbojnë nga politika. Se nuk janë më të mirë se ne, nuk janë më të mençur se ne. Ne keni fjalën për kryetarët e partive të leadershipit e partive të mëdha. Padyshim dhe në mes tyre dhe ata. Pse? Sepse ata kanë instrumentat që duken dhe çfaqen si më të fuqishëm se ne, në pikpamje, në platforma, kanë parat që i përdorin. Po janë... Një minut, edhe një minut, ta mbaroj idenë time. Ta mbaroj vetëm thjesht. Pra, duke qenë se neve na mungojnë këto instrumenta në një terren që është shumë i vështirë, edhe për shkak të atyre deformimeve ligjore që u bëjnë kodeve, me qëllim që të fitojnë përparësi në një garë që nuk është ndershme. Dhe përsa kohë që nuk kemi një garë të ndershme nga gjitha pikpamjet, dhe Fatmiri i shpjegoi shumë mirë, atëre si kërkon opinioni publik nga ne që s'kemi lek, s'kemi barazi as në prezantimet televizive, as në financime, as gjikundi. Që të rriteni, si e kërkon këtë gjë? Atëherë, çfarë janë propozimet tuaja dhe ju ndihmojnë ato të rriteni dhe të përfaqësoheni me njëherë mbas hapësirës publicitare? Rikthehemi në transmetim që shikoni debati mes ftuarëve të studios vazhdon edhe në hapësirën publicitare. Jemi duke folur për propozimet e partive të vogla, një listë të veçantë, sidomos prej 48 gati 50 partish që janë drejtuar Komisionit të Reformës Zgjedhore me një propozim konkret. Ku konsistojnë këto propozime? Të ndjekim një material të shkurtër dhe rikthehemi të bisedojmë në studio. 48 parti politike depozituan në parlament një projekt ligj për ndryshime në kodin zgjedhor. Propozimet sipas drejtuesve të këtyre partive garantojnë zgjedhje të drejta dhe të lira. Ndryshimet që propozohen janë: komisionet zgjedhore të depolitizuara, proces zgjedhor që drejtohet dhe administrohet nga gjykata e lartë, komisione që përbëhen nga gjyqtar, noter, avokat e prokuror, votim elektronik dhe rezultanti të dalë ditën e zgjedhjeve, shqiptarët jashtë Shqipërisë të marrin pjesë në votime në vendet ku ata jetojnë, sistem proporcional rajonal me korektim kombëtar, listat e kandidatëve të hapura, barazi në pasqyrimin mediatik, financim të barabartë për të gjitha partitë politike që marrin pjesë në zgjedhje. Projekt ligji vjen në një kohë që Parlamenti ka nisur punën për reformimin e kodit zgjedhor. Disa nga ndryshimet që kërkojnë 48 partitë përkojnë me ato të dy partive kryesore, por mbetet për tu parë nëse do të merren në konsiderat nga Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore. Kjo ishte pak a shumë lista e kërkesave apo propozimeve, nëse do t'i quajmë kështu, të partive të vogla, siç as dëshej ishit edhe në konferencën për shtyp që dhatë për mediat. Mendoni realisht që ndonjë nga këto propozime që ju keni bërë do të pranohet, po të kemi parasysh për shembull që skanimi, i cili u pilotua në zgjedhjet e kaluara, nuk funksionoi, dështoi. Unë gjykoj që nëse ka dëshirë politike, gjitha teknikisht janë të mundur. Se kemi dëgjuar lloj teori që s'bën. Këtu çdo të qenë që ka një aparat e keni patë që numëron parat e aq. Këtu po numërojmë lekët ne, jo. Kështu edhe unë them që bën, po të ketë dëshirë. Po ta aprovojnë qytetarët shqip, një pjesë filloi puna në shtator, tetor, vjeç, brenda 6 muaj e bën. Qofse dalin, ta shtyn siç ka ndodhur gjithmonë, dhe vendimet merren 2 muaj para zgjedhjeve, se kështu ka ndodhur në Shqipëri. Ne mrrim në cejt natë atje dhe marrim një vendim aty fatalisht. Asnjë për këtyre nuk bëhet. Po them, po të ketë dëshirë, nëse kanë kuptuar që ky ligj që sot ka prodhuar dëm për Shqipërinë, jo thjesht për partitë e vogla, se s'është halli fare. Partitë e vogla do aranxhohet. Me çfarë ligji kemi mbietu deri tani? Ja po me këto ligj. Kjo është një diçka që i bën mirë demokracisë në Shqipëri. Janë plotësisht të gjitha të mundurat. Komisionet zgjedhore të jenë të depolitizuara. Kjo është një kërkesë shumë vjeçare. Shumë vjeçare. Absolutisht. Edhe ajo mund bëhet me mësues, me avokat, me jurista, me drejtë. Të gjitha mund t'i largojnë. Plus që ditën që numërimi është elektronik edhe votimi është elektronik,
gjysma e punës komisioneve, pesha e komisione kara. Pse deri tani nuk janë pranuar komisionet e depolitizuara dhe pse do të ndryshonte? Ju pse mendoni se do të ndryshojë tani? Unë gjykoj që po të bëjmë një votim elektronik, komisionet nuk mund të luajnë të njëjtin rol që kanë luajtur në rezultatin e votimit. Ditën që s'luajnë më rol, pse janë marrë komisionet, se nëpërmjet komisioneve manipuluan një pjesë e votimit. Pse themi ne vjedhën votimit? Në ku që vjedhën votimit? Komisioni. Se sigurisht nuk i vjedhë kryetari i partisë, ai atje që është deleguar atje, në zonë atje, ato i vjedhin. Ato është kriju... Instruktojnë për të vjedhë. është kriju një ushtrie specializuar me njerëzish të cilët të bimë vota, bilës edhe me kuota, kështu unë bitë 200, 300, 400, që të cilët i manipulojnë. Po të hapësh ato kutit e votimit, që si janë hapë në herë, unë jam i sigurt që rezultati e brenda shpeshherë janë krendë. Prandaj, u bë votimi elektronik, u bë numërimi elektronik, komisionet do të marrin një rol të dorës dytë, që do shikojnë dokumentacionin, a i ke pashaportën, se ke pashaportën, a votove, ke vullin, se ke vullin, do bëjmë listat e zgjedhve, do presim mankimimet, ato të cilët si pas kodit zgjedhor i kanë administru gjithë një. Ajo që është rëndësishme, që mas i mbyllën kutijat dhe fillon hapja, kjo se kanë mëndorë ato. Dekord, zoti Mediu, ka disa kërkesat të tjera, do mjeri përgjigje për të parë, po ndoshta edhe për këto. Procesi zgjedhor drejtohet nga administrata, dhe të administrohet nga gjykata e lartë, komisionet përbohen nga gjyqtar, notar, avokat, prokuror. Tani, po flasim për gjyqtar, notar, prokuror, të cilët tashmë janë në dyshim, edhe për shkak të reformës zgjedhore, po themi që sistemi korruptuar. Ju doni të lini gjyqësorit edhe... E kam mbështetur këtë kërkes, kam pas padyshim rezervat e mia për faktin sepse ne kemi paraqitur si Parti Republikane, por dhe si opozit një platformë Komisionin e Reformës Zgjedhore, kemi qenë në diskutim me zotin Shej dhe të tjerë si opozit për këtë çështje. Absolutisht nuk besoj te komisionet e pavarura. Këtu nuk ka drejtësi të pavarur, jo të ketë mësues të pavarur. Por votimi elektronik, identifikimi elektronik dhe numërimi elektronik i bën panevojshme dhe të pavlefshme Komisionin Zgjedhor në një pikpamje. Pra janë, do të thënë, vetëm organizime të cilat do thënë janë shumë pasive në proces dhe nuk kanë mundësi që të ndërhyjnë drejt për drejt proces. Pra, ne duhet kërkojmë votimin, identifikimin dhe numërimin elektronik. Dhe unë e kam kërkuar si antar i komisionit që në mbledhjen e parë të komisionit, që të raportojë Komisionin Qendror i Zgjedhjeve për sa i përket projekte pilot që dështuan për shkaqe krejt banale. Do në Fier ka dështuar për shkak se ishte një subjekt më tepër në listën e votimit dhe nuk bëj do të skanimi i fletës votimit. Pra, nuk është çështja tek teknologjia, por çështja është tek praktikat për të realizuar teknologjinë. Dhe që nga viti 2013 deri tani teknologjia ka ecur në mënyrë absolute. Po ju marr rastin konkret Malit Zi. Mali Zi ka identifikimin elektronik edhe numërimin elektronik. Nuk kanë votimin elektronik për. E kanë provuar këtë në një zonë, në zonën e Tivatit, ka dalë me sukses, tani aplikojnë në muajin shtator në zgjedhjet parlamentare që kanë. Tu tek ne deri tani, edhe pse opozita i ka parashtruar me shkrim komisionit, nuk ka asnjë veprim konkret, qoftë edhe ballafaques me përfaqësues të kompanive të ndryshme apo të institucione që merren me zgjedhjet për të thënë duhet bërë apo s'duhet bërë. Pse nuk bëhet? Është thjesht sepse fushata elektorale 2015-s afër Tiranës, në Lezhë, në Durrës e gjithandaj tregoi një gjë, që këtu nuk fiton më ideja politike, as vlera kandidat për kryetar bashkie, por fiton padyshim paraja, krimi i organizuar. A e dini ju që nuk janë lejuar ambasadorët e vendeve të rëndësishme të BE-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, i pengoshin ty në qendrën e votimit, me njerëz me bexhat, subjekte politike, që flisin dhe anglisht se kishin ardhur si banda nga Anglia për të manipuluar votën. Po jo, ta mbaroj, por ky është vetëm një element i kësaj ndryshime në kod. Ajo që duhet kuptojmë edhe njerë që të gjithë është që nga pikpamja ligjore, por dhe nga pikpamja e mënyrës se si duhet shkojmë këtë zgjedhje, të paktën si vend antar i NATO-s të garantojmë që qytetarët votojnë të lirë. Votat mos i numërojmë në mënyrë subjektive duke futur duart, por të kemi votim objektiv elektronik, i cili është tërësisht i mundshëm. Nuk ka vullnet sepse duan që të manipulohet. Opozita, Partia Demokratike, partitë e tjera, do në jashtë Partisë Socialiste apo koalicionit sotëm, e kanë shprehur këtë gatishmëri, padyshim që zgjedhjet organizohen qeveria, sepse qeveria vendos fondet, qeveria ka strukturat për të marrë me këtë çështje, qeveria ka asistencën për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të realizuar votimin elektronik. Unë dua ta shtrit pak më gjerë se sa foli tash Fatmiri në fund, për vetëm arsye se nuk është vetëm qeveria aktuale ajo
e cila është përgjegjëse ose që duhet penalizohet pse nuk po bëhet kjo reformë zgjedhore. Në fakt, dy partitë të mëdha kështu janë sjell sa herë kanë qenë në pushtet. Sepse ajo parti që është në pushtet, gjithmonë është e interesuar të përdorë gjitha instrumentat e pushtetit për të marrë favore nga procesi zgjedhor. Kemi me shkrim, edhe si parti kryesore opozitare, ka quajtur me shkrim. Bashkërisht kemi quajtur një projekt propozim në komision, atëherë edhe neve në komision e quajmë, siç e keni quajtur dhe ju tani. Por propozim konkret i Partisë Demokratike dhe i partive tjera quajtur në komision. E kam lexuar dhe e kam dëgjuar, por unë jam i bindur, për fat keq po e them, që edhe këtë herë asgjë nuk ka për të bërë. Sepse ajo që tham underground, dy partitë e mëdha politike. Përveç asaj, pyetja ishte kjo, do më thënë konkretisht, ju besoni tek këto komisionet jo partijake? Po të kemi parasysh ashtu siç thot edhe zoti Mediu që këtu nuk ka asgjë jo partijake, ne po themi që dhe gjyqësorin nuk e kemi jo partijake. Nuk ka mundësi të kemi komisione jo partijake, sepse nuk ka njerëz jo partijak në Shqipëri. Po pikërisht pra, atëherë ju keni në një mënyrë ose një tjetër. Shumica e partive vogla kanë bërë disa propozime, ju i bëni këto për të qenë në rregull me veten tuaj apo mendoni që mund të ketë votimi elektronik dhe menaxhimi i procesit nga gjykata lartë është normale. Ka disa propozime por që janë pak shumë të njëjta. Ka disa propozime të cilat në parim nuk mund të kundërshtohen. Por që ka disa propozime të tjera të cilat janë të vjetra dhe që janë shumë të vlefshme dhe po qese nuk realizohen ato, atëherë nuk mund të ketë ndryshim thelbësor në procesin e votimit në Shqipëri. Për mua, votimi elektronik, jo, numërimi elektronik është kryesor. Edhe votimi është, por në raport cili duhet i pari, votimi apo numërimi, unë të thoshe që numërimi elektronik është absolut, është prioritar. Më falë Paskal, ka sot mundësi që të bëhet identifikimi në moment elektronik, votimi elektronik, printimi elektronik, edhe numërimi elektronik. Unë këmgull që ndryshimi sistemit është i pari që duhet bërë, për të shprehur realisht vullnetin e shqiptarëve. Po nuk u bën ndryshimi sistemit, ku vota që edhe shqiptari në kutinë e votimit të reflektohet nesër në parlamentin shqiptar, këtu nuk kemi bërë asnjë gjë. Ky ndryshimi i sistemit ka ndodhur her pas here apo jo? Në çdo prag zgjedhjesh përgjithshme jemi përgatitur. Jo, nuk ka ndodhur. Ne kemi pasur një sistem të mirë. Ne kemi pasur ndryshime dhe gjithmonë është kërkuar nga partia. Ajo që ka u bën në 2008 ishte katastrofë. Sistemi mazhoritar në projektim profesional shumë i mirë. Pikërisht. Po ndruan ato, jo ndruat. Po, mos e ndruan dy partitë e mëdha. Politika pra. Jo, pa nuk mund ta fush të gjithëve në një thes. Tash edhe dy partitë e mëdha që kërkojmë ne jemi të vegjël, tani kur ka gabime jemi të mëdhenj, sipas kësaj që thoni ju. Po them politika, pse partitë e mëdha që në 24 orë shahen e grien me njëra tjetrën, siç jemi aktualisht për reformën në drejtësi, dhe kur vjen puna për reformën në zgjedhore, ato çuditërisht bashkohen. A e bëjnë shqiptarët ndonjëherë pyetjen pse këta njerëz bashkohen kur vin puna për reformën zgjedhore ose për ndryshime në kodin zgjedhor? Pse? Shumë e thjeshtë. Sepse të dy partitë e mëdha janë të interesuar të manipulojnë procesin zgjedhor, ta mbajnë në duart e tyre. Janë të interesuar që votat e partive tona t'i marrin dhe t'i administrojnë dhe të shkojnë në kutitë e tyre. Ky është thelbi. Po t'i merr me ligj tani. Pas 2008 s'na i merr me ligj. Se neve jemi të interesuar, duam s'duam, që të jemi disi të suksesshëm, duhet të shkojmë në koalicione. S'ka rrugë tjetër. Se s'ka rrugë tjetër. Pra, ai me ligj na ka detyruar neve që të shkojmë atje. Pasi ka arritur këtë sukses, ju mendoni që ai do ndryshojë mendje tani edhe po pikërisht nuk ndryshon. Është utopike kjo që po kërkoni. Jo, nuk është, është realiste. Është realiste, është demokratike. Dhe këtu duhet të diskutojmë. Po prandaj se shtrembëron vullnetin e shqiptarëve. Prandaj duhet kemi kënd. Po mirë, atëre e di ç'do bëjmë neve, që të japim fund kësaj pune dhe të ndërtojmë një shtet me të vërtet demokratik, atëre me ligj ndalojmë gjithë partitë e tjera, të ekzistojnë vetëm dy partitë e mëdha, të tjera të ndalohen dhe ata të zihen dhe të grihen me njëri tjetrin dhe kaq. Kjo e zgjidh problemin? Jo, nuk është kjo. Është demokraci kjo? Jo, më fal. Mekanizmi që u do zgjidhin për. Po mekanizmi ka qenë shumë i mirë, më fal. Mekanizmin e kemi patur të huazuar nga perëndimi. Dhe kur pas viteve 90
ligjet elektorale që u miratuan ishin të tilla. Partive të mëdha nuk mund të imponojmë nëse ato nuk e kuptojnë që kështu nuk mund të vazhdojë të mëtej. Pse po luftojnë për reformën në drejtësi? Se nuk ka më ku të shkojë. Sistemi i drejtësisë ka arritur deri aty sa të gjithë duhet mendojmë dhe të veprojmë që të dalim nga kjo gjendje e rëndë në cilën ndodhemi. Po kjo situatë është dhe në sistemin zgjedhor. Dhe në qoftë se nuk kuptohet sot, sepse nuk ka sensibilizim të mjaftueshëm, nuk ka shoqëri civile, një proces i korruptuar ka pjell një politik, parlament korruptuar, qeverisje korruptuar dhe gjyqësor korruptuar. Këtu kanë nisur e gjitha të procesit zgjedhor. Janë të lidhura të gjitha. Gjekmarke. Unë bashkëndajmë me kanë drejtë një pjesë të opinioneve që zotërit kanë për dy partitë më mëdha, por sigurisht për të arritur një objektiv politik, me qenë se këto janë dhe të karrierës politike e kanë me qartë se unë mbase që jo shpeshherë strategjia ankimit dhe lutjes mund të funksionoj. Atëherë është strategjia tjetër ajo e përballjes së forcave dhe matjes të forcave. Mendohet që partitë e vogla në Shqipëri të gjitha së bashku, të majta dhe të djathta kanë diku 30% të elektoratit, apo jo? Atëherë pse qoftë majtas, qoftë djathtas nuk bëni provën e poleve që të negocioni dhe të kushzoni Partinë Demokratike dhe njëjta gjë për Partinë Socialiste në krahun e majt partitë e vogla të krijojnë një koalicion të tyre dhe të dalin në zgjedhje. A mund të ishte kjo një alternativë nga rezultatet? Vështrimi opozitar, unë mendoj që do të ishte shumë i dëmshëm. Sepse do të thënë për mendimin tim, po të flas në përballjen me qeverinë sot, një fraksionim i opozitës do të ishte problematik për rezultatin, po ta marrë në analizë elektorale. Mund të ishte nga pikpamja në raport në opozitën, në raport me identitetin tuaj politik, mbas do të ishte një fitore. Do unë flasim që do flasim për disa përgjegjësi këtu, do thonë nuk është përgjegjësia thjesht do thonë se sa është identiteti jot politik, por përgjegjësia është sa është identiteti politik. Gjatë partitë mëdha s'ka ndërmend të tolerojnë. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Atëherë që mos unë mendoj që sot ka një reflektim më ndryshe. Partitë mëdha kanë një ideologji, partitë e djathta kanë një ideologji. Mbi bazë ideologjike mund të bashkohen. Ndryshe nga programatike. Ndryshe nga erët e tjera, ndryshe jo gjithë bashkë, jo. U them koalicion majtas, koalicion djathtas. Atëherë ndryshe nga erët e tjera, opozita po funksionon në një koordinim, nuk do të thosha në hapat që duhet, por më të mirë se sa herët e tjera. Unë mendoj që ka një vullnet politik të Partisë Demokratike të shprehur, e diskutuar me gjithë tryezën e koalicionit opozitar, dhe disa propozime që në 90% të atyre që janë paraqitur këtu, vinë pak a shumë në të njëjtën valë dhe janë përcjellë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra duket që edhe Partia Demokratike ka një reflektim, të paktën në administrimin e procesit zgjedhor. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet ketë një reflektim shumë të thellë edhe në pikpamjen e sistemit zgjedhor. Dhe po ju them, nuk është interesi partive të vogla listat e hapura. Interesi i listave të hapura është i Partisë Demokratike. Pse? Sepse në rastin e listave të hapura, pretendentët për të shkuar në kuvend do të ofroheshin gjithmonë me subjektin që ka mundësi më të madhe. Pra do të minimizonte aktorët e potencial në partitë e tjera. Por mendoj që është e domosdoshme e para për atë që tashmë si për sa demokraci funksionale kemi pikpamjen e përfaqësimit, dhe e dyta që të mos kemi një lloj pasiviteti elektoral të opozitës. Thjesht duke bërë emërime sipas gjykimit subjektiv të lidershipit politik, sepse mazhoranca në një mënyrë apo një tjetër e ka garant zhvilluar për shkak të hierarkisë administrative që ka, kurse opozita e ka një mekanizëm domosdoshëm. Edhe nga pikpamja e financimit të fushatës elektorale. Janë dy elementë shumë të rëndësishëm për sa i përket asaj që është brumi elektoral i të djathtës dhe i nevojës për ta vënë lëvizje dhe njëkohësisht mekanizmit për të bërë koshient në veprimin elektoral gjithsesi. Jam kurioz di nëse supozojmë që opozita bashkohet, le të themi, rreth Partisë Demokratike e gjitha. Ka një mozaik votash që mund të jenë vota të djathta që ndoshta sot nuk shkojnë te Partia Demokratike. Supozojmë gjithmonë hipotetike një koalicion nga zoti Shehi. Mund të marrë disa vota pronarësh, disa vota të djathtësh, legalistësh, ballit kombëtar, që nuk e merr Partia Demokratike, dhe nëse jeni brenda këtij koalicioni të udhëhequr fort nga Partia Demokratike, rrezikoni mos t'i merrni përsëri. Ekziston kjo mundësi? Fakti ka treguar të kundërtën e kësaj. Fakti ka treguar të kundërtën e kësaj në zgjedhjet e tjera. Pra, unë po flas nga ajo çka ka ndodhur. Zoti Shehi do bëj fushatën e vet në raport me Partinë Demokratike. Partia Republikane, pra në raport me politikën, opozitën, edhe me subjektin e vet. Edhe Partia Republikane kështu me radhë. Çështja është që nëse ne nuk do kemi një formacion të unifikuar në gjykimin tim të zgjathës, duke ruajtur identitetet tek ai mozaik që thatë, mozaiku nuk është vetëm
PD. Mozaik do të thotë që të ketë më tepër sigla brenda apo jo. Dhe në këtë pikpamje secili lufton për të realizuar atë që është maksimumi i vet. Dhe unë mendoj që kështu ne vetëm i kontribuojmë djatës. Përballë kësaj situate që ne kemi sot në Shqipëri, ku ke kandidat bandit, ke komisioner bandit. Keni një eksperiencë të vjeçare qeverisje, ndaj këto vota janë bërë të pakënaqura. Atëherë cili është mekanizmi që ju do t'i tërhiqni në kampin opozitar? Atëherë unë mendoj që ka një analizë. Që mos rrinë si vota neutrale. Fare thjesht. Është ajo çka ka ndodhur në vitin 2013, që shërben si analizë, çka ndodhur në vitin 2015, që ka të bëjë me njerëz që garojnë, mundësitë e njerëzve për të garuar, frymëzimi që t'i jep shoqërisë me idetë tua dhe padyshim edhe një lloj kompeticioni që vjen edhe për efekte të tjera të ligjit zgjedhor, që duhet ta shikojmë në tërën si opozitë, pastaj si subjekte të veçantë të secili. Tani zoti Gjekmarke shtroi një pyetje shumë të rëndësishme për mendimin tim, që çfarë do bëjnë partitë ashtu quajtura të vogla në raport me dy të partitë e mëdha për zgjedhjet e ardhshme. Unë mendoj se ka filluar reflektimi. Ka filluar dhe mjaft parti politike kanë filluar të takohen me njëra tjetrën për të gjetur një emërues të përbashkët bashkëpunimi për zgjedhjet e ardhshme. Dhe patjetër që është e domosdoshme nëse nuk do të ketë ndryshime në kodin zgjedhor në ato drejtime për të cilat është folur aty, në këto propozime që janë bërë, patjetër që disa parti do të fillojnë të mendojnë me qëllim që të krijojnë një koalicion tjetër jashtë partive të mëdha. Se si do të ndodhë kjo, do të ndodhë e grupuar sipas pikpamjeve dhe platformave politike, apo do të ndodhë si një grup i qendrës që mund të mbledh edhe partitë të djathta, edhe partitë të qendrës majt, kjo mbetet për të parë. Por ideja për të shkuar drejt krijimit të një koalicioni jashtë dy koalicione të mëdha të kryesuara nga dy partitë e mëdha politike ka filluar të bëhet shqetësim kryesor i këtyre partive dhe patjetër që në një të ardhme jo të largët do të konturohen. Do ketë një entitet politik që do përmbledh të gjitha këto parti për të. Po, idet janë hedhur. Majtas apo djathtas edhe majtas edhe djathtas? Edhe majtas edhe djathtas. Okej. Do të shej, më duket sikur nuk beson te kjo. Jo besoj, por nuk e quaj principi unë këtë punë. Ne jemi puq për ndryshu ligjin elektoral. Si thush, për ndryshu rregullat e lojës që janë përbashkë. Nuk jemi puq me ndryshu fanellët. Unë do t'isha për shembull ide që tha zoti Marka që nga e djatha mund të ketë dy grupime nëse nuk bin dakord. Unë besoj që do bim dakord. Nga e majta mund të ketë dy ndryshime nëse nuk bin dakord. Sepse votat cilat mund të jenë jashtë grupit madhe, kuptoni mund të mbledhë një identitet tjetër politik që është më djathta se më në qendër. Kështu që këto nuk i përjashtoj këto mundësi, por që të bëhet thjesht në funksion për të krijuar një pol të tretë, i cili nuk është pol, që s'ka një aks ideologjike, që s'ka një tezë madhe politike që i agregon gjithë, po vetëm idenë që ne jemi të vegjël duke u puq gjithë bashkë bëjmë më të mëj, kjo nuk qëndron. S'është dhe neshme, s'është korrekte. Ço po flasim kaq vjet që domethënë se kësaj i bit krijojmë një fash kushinet në cilën pastaj kalimi nga ekran krah tjetër bëhet pothuajse normal. Unë gjykoj që për te rënjes morëve ideologjike që nuk janë më si përpara. Një ndarje midis majtës dhe djathtas duhet të ketë Shqipëri. Që do t'i afrojmë qytetarëve shqiptarë. Zotëria vjen si e majtë, thotë do rrisin taksat, do bëjmë shëndetësinë, do bëjmë. Ne vim si e djathtë, themi që ne do i ulim taksat, që biznesit pasurohet, kapitalizohet, t'investojë. Thotë ne do të paguajmë para për çështjet e pronës, do ta zgjidhim këtë çështje. Ku di një sër teza cilat janë në mënyrë klasike, të majta apo të djathta. Ndryshe, si afrojmë gjë qytetarëve, pastaj midis tyre dy tezave të mëdha, lëvizin protagonist, lëvizin idetë konkrete të periudhës, kuptoni, lëvizin tezat që janë për shembull gjithë përfshirëshëm fakt edhe për Shqipërinë. Për shembull këtu ka gjëra që integrimi është i përbashkët. Çështja rrim apo rrim NATO është e përbashkët. Çështja e madhe kombëtare shqiptare, domethënë Ballkan, domethënë një komb i cili jeton 2-3 shtete, domethënë që do të luajmë një rol në këtë fushë. Ky vend do t'i dalë, si thosh, jo për paternalizëm, por do të luajë një rol në këtë politikë këtu në Ballkan. Edhe kjo është një tezë në cilën mund të puqemi të gjithë. Po ama do ndajemi për taksat, do ndajemi për çështje e pronës, do ndajemi për gjëra tjera, mund ndajemi edhe këtu të kemi hyrë, që janë teza pothuajse absurde. Këtu të kemi hyrë në debat që a do martohen, a do trashëgohen gejtë e Shqipërisë. Kuptoni, sa jemi dakord, sa jemi dakord. Kjo është tezë irelevante, më rrafshin politike, po e përmend që në
Në fush betejën politike, kemi shumë gjëra për të ta. Ndryshe, politikës fillon i mungon dialektika, që politika është ndërtuar mbi dialektikën, mbi kontrapozicion. Unë fora për krijimin e grupeve të reja politike. Po, brenda një krahu absolutisht. Po, kisha parasysh. Unë këtë punë kam po gjithë jetën. Por kam parasysh që ka nga e djatha kam shumë parti kuzhinet që vinë majtës, qëndrojnë një qëndrojnë një djatës. Unë do thoja këtë rrallë. Ekzistojnë dy eksperiencat në Shqipëri. Partit Majta kanë shku pranë djatës dhe Partit Djatës. Tash po ti marrim me rrallë nga agraria që qerë, politiko-ideor, LSI-ja, partitë tash kanë ndryshuar. Në mazhorancë dy parti që janë mbajtur, nuk kanë ndryshuar absolutisht asgjë. Dikush që ndryshon? Kanë ndryshuar qeverisjet. Këto parti gravitojnë, qeverisja ka gravitet madhë, më thoret, nuk ka tjetër i drejtë shumë, është magneti graviteti qeverisë. Por të ke majtë për shembull po kontrollohet diçka. Edhe njerë, po ta marrësh raport me qytetarët, është elementi i parë problematik i politikës shqiptare, që deputetët nuk janë më zëdhënës qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë. Nuk kemi demokraci përfaqësueshme, jemi demokraci e partive politike, 4, 5, 10 quheni sa duan. Demokracitë politike brenda partive nuk ekzistojnë, pra kemi subjektivizëm total. Ka parti politike që zgjidhen në opozit dhe shkojnë mazhorancë, merr votat e opozitës, mbi 90%, janë djata, shkon dhe voton dhe thot jam majtës dhe thot që unë e bëj këtë për hatër të interesit tonë kombëtar. Se kush është interesi kombëtar që të forcosh dhe të absolutizosh një qeverisje të majtë dhe një pushtet absolut, pjell vetëm korrupsion absolut, do thënë vetëm interes kombëtar nuk ka këtu. As interes tjetër. Ka ndodhur edhe djathtë. Edhe 2005 djathtën ndodhi. Historia ka treguar që kanë ikë nga opozita, kanë shkuar në qeveri. E kundërta nuk ka ndodhur. Është një rast, më kam qefta përmend. Ky dulja, pëlqen jo mirë. Rrejteti që ky është i pari, që iku nga qeveria, po që i shqiptar, po ndoshta ka ndodhur nga gjithë shqiptar, se mund të jetë kjo. Po që ka ikë nga majoranca, tentot drejt opozitës, thashë. Normalisht kanë hikë nga opozita, kanë shku në qeveri. Një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pyetjen e fundit. Cili është parashikimi për 2017-ën? Rikthehemi në studion e hapur për të folur për minutat e fundit për sfidën e të vegjëlve. Ne vendosëm ta quanim kështu, apo sfidën shoqërisë shqiptare, e cila mund të vijë nëpërmjet sfidës tuaj, apo jo, zoti Mediuj, që ka të bëjë pikërisht me demokratizimin e shoqërisë nëpërmjet demokratizimit të kodit zgjedhor. Doja të filloja me ju, Gjek Markaj, shikoni në këtë kontekst me cilin ndihmuan dhe të ftuarit për ta ndërtuar në një shenjë që diçka mund ndryshojnë 2017 apo është një përpjekje serioze këtyre partive, po disi utopike në realizimin finale, kam fjalën. E pamundur që partitë e mëdha të sensibilizohen nga këto kërkesa. Do të ishte mirë pritur, mendoj që ajo në një farë mënyrë le ta quajmë debatit që zhvillojnë mediat, elitat e vendit për ndryshim klasë politike, pse jo shembull të fillojë edhe nga partitë e vogla, të cilët mund e kanë më të lehtë marrin, sepse tash luhet me pak gjë. Çfarë kam parasysh me këtë? Mbi gjitha programet në Shqipëri shpeshherë konsiderohen si gënjeshtra. Besimi është mbi njerëzit. Partitë e vogla kanë mundësi që të marrin pak njerëz rreth vetes, por të identifikojnë njerëz cilësor. Në profesioneve të ndryshme, qoftë në lokalitet, flas në një rreth, qoftë në Tiranë dhe një farë mënyre ta zhvillojnë projektin e tyre politik mbi emra të caktuar. Nëse e bën këtë, mendoj që mund t'japin një kontribut pozitiv. Nëse rrin brenda skakierës vjetër, do të thënë te emrat që kanë për rreth, nuk japin një shej rinovamentit, një shej ndryshimi, thjesht mbajnë, le të themi, kalbëzimin e sistemit edhe për disa vjet, do të thënë bën patericat të tij. Se kur themi 7 apo 8%, a është më një parti e vogël, është pyetja, dhe para të jesh në parlament duhet të jesh një parti jo e vogël tashmë, apo jo, se ne themi të vegjël, po një parti që i duhet një prag gati 7-8% sipas për llogaritjeve, nuk është më një parti edhe aq e vogël, apo jo, ose dishej. E kam fjalur partitë e reja që po prezantohen, për shembull, ideja është për një parti për Blushin, ideja është për një parti
ri për BE-un. Sa mundësi këto partit të reja që vinë si alternativa, si Shpresa, apo si një rinovimi politikët, si shtot Partit tradicionale kanë qoftë vogla, kanë një favor sepse kanë një strukturë. Zoti Mediu, Zoti Milo folën për çështjen listave, listat hapur, listat mbyllura. Dy partive të mëdha sigurisht do t'u interesojnë listat e mbyllura dhe aty mund të caktojnë njerëz sipas kutit. Opozitës jo një. Mund të interesojnë njerëz sipas kutit tyre personal për të përfshirë këto lista. Partitë e vogla kanë mundësi të luajnë në këtë fushë. Kanë mundësi që në 3-4 vende, le të themi, të parat ku mund të jenë, të ofrojnë njerëz cilësor, njerëz nga bota akademike, njerëz nga bota profesioneve, që të jenë individualitetet spikatura, që të njohë publiku dhe të pranojë si tilla. Në këtë mënyrë këto mund të kushtojnë disi politiken e madhe të partive të mëdha. Përndryshe mund mbeten anonim. Zoti Shej, 2017-a? Që 2017 po vjenë, prandaj them që duhet ngutemi në këtë qose kemi seriozisht këtë punë. Sepse thashë nga shtatori, tetori, këtu fillot çdo gjë ndoshtorohet një interesi e pure elektorale dhe nga frikë shumë nga këto reforma nuk do të bëhen më. Kemi kohë një muj këtu, ndoshta edhe një muj nga vjeshta që të ketë kohë mjaftueshme për të bërë ndryshime, se këtu ka ndryshime kushtetuese. Duhet një investim i madh teknik, një rinovim global, si thosh, i sistemit. Domethënë, ta rinovosh nga fillimi mbas kaq vjetëve këtë sistem, ka nevojë për kohë mjaftueshme. Po pati vullnet politik, unë them do t'i bëhet mirë. Do i bëhet mirë gjithë, shqiptarëve në rapar, se ky është, si të thush, fundit qëllimi kryesor. Partive të mëdha apo të vogla, pak rëndësi ka, por edhe të gjithë politikës përgjithësi, gjithë shoqërisë që do ta marrin vesh sa vlen gjithë se kush i prej nesh. Thënë drejtë. Sa vlen? Sa vota marrim, sa ashtu. Jo se gjithnjë ky ka ndarë votave është kaq farmacie, kuptoni që matë, sepse ka njerëz që për hir të mundësive, të investimit mediatik do të jenë më të favorizuar. Megjithatë, unë gjykoj që një shkallëzim i parë do të jetë një lloj, si thosh, piramide vlerash, do të jetë për politikën shqiptare. Dhe kjo po të përsëritet 1, 2, 3 herë, fillon të bëhet traditë, do krijoj me vite. Sepse ne shpeshherë qami, dëgjova dhe shparë zotin Gjetmarga që do të çfarë ka ndodhur në Shqipëri, apo do ndodhë kështu, si do ndryshojë kushi. Kjo demokracia jonë është foshnjore fare. 20 vjet ka 25 vjet. Domethënë ne akoma rrotullohemi, edhe shpeshherë jemi të bërë të bezdis, po me të njëjtat personazhe. Ne jemi po brenda gjeneratës tona. Nuk është se ka mbaruar gjenerata e parë pas 90-s, edhe kemi një rinovim, po përzihen letrat, që po të jetë. Edhe zoti Rama sot që konsiderohet i ri, atje ishe 90-s, duke gërthitet, duke majtë fjalime për këtë punë. Kështu që kjo është gjenerat e kësaj kohe. Kështu që nuk e quaj në i çudit madhe që nuk kemi në i demokratizim shumë madh. Shoqëria shqiptare akoma mbrapa, ne vetë po përfaqësojmë, që të thosh një kohë që politikisht ka qenë edhe në kapërcyll të dy kohëve tjera, por them që të presim demokracinë, kullume, europiane, të ashtu vitet, do kalojnë edhe disa dekada tjera, më thënë, dhe gjenerata. E trishtueshme është me thënë, nëse një jetë kemi, po, kjo është e vërtetë. Tashti, në emër të popullit në Shqipëri janë bërë shumë gjëra, do të thënë biles në emër të popullit mazhoranca donte të kalonte reformën në drejtësi ndryshimet kushtetuese pa lexuar fare paketën, do vetëm për të shërbyer popullit, por mbrapa ka ato interesat e veta padyshim të manipulimit. Unë mendoj që ne nuk do shpikim në gjë, sepse ndaç sistemet, ndaç me organizimit dhe funksionimit fushatave elektorale, administrimi proces zgjedhor, ka eksperjenca sa duash të vendeve në botë që po të merren dhe të aplikohen drejt edhe nga pikpamja ligjore dhe administrimit dhe ekzekutimit, mund të kthehen në një çështje shumë, në një interes dhe benefit shumë i madh për shoqërinë dhe për politikën shqiptare. Ajo që ka është pozitive, unë mendoj që Partia Demokratike, si partia kryesore e opozitës, tashmë ka një qasje ndryshe nga herët e tjera në raport me këtë çështje, për një pjesë problemeve. Pra, sidomos për sa i përket administrimit proces zgjedhor. Pse vjen kjo? Vjen thjesht për shkak koshiencës apo dashurisë me partitë e vogla? Jo. Vjen për shkak të interesit specifik, sepse u pa në zgjedhjet e fundit 2015-s që nuk patëm mundësi të çonim njerëz në qendrat e votimit sepse u bllokuan që në shtëpi nga bandit. Nuk lejoheshin dilin në antarët e qendrat e votimit. Atëherë si do të zgjidhet ky? Padyshim që ka nevojë të kemi një sistem ndryshe, nuk mund ta bësh më fizikisht. Ajo unë çka mendoj që është e domosdoshme është që ne, siç e thash në fillim të emisionit, nëpërmjet kësaj reforme 2017
t'i kthejmë votuesve shqiptar atë që kanë pasur mundësinë për zgjedhur, për t'i dhënë frymë edhe asaj çka tha zoti Gjokmarka. Është e domosdoshme për një arsye të thjeshtë, qofse flasim për vlera intelektuale dhe jo raporte preferenciale që kanë të bëjnë thjesht me interesa financiare dhe biznesi që janë më të konkurrueshme sot për sot, është e vetmja mundësi që qasja me qytetarin të jetë nëpërmjet konkurimit. Dhe ne mendojmë që sidomos si opozit kemi domosdoshme që të hapim konkurimin për të shtuar raportin ton me qytetarët shqiptar, me botën akademike, me të përdjekurit politik, me biznesin, edhe me partitë tradicionale. Kjo është e vetmja mënyrë për të rinjalluruar, do thënë, shoqërinë shqiptare, padyshim edhe politikën e djathtë. Po të ngelemi kështu siç jemi, do të kemi një qeverisje që në emër të popullit, si në 45-ën ekzekutoi deputetët, dhe do të vazhdojë të ekzekutoj edhe demokracinë shqiptare, do thënë pafundësisht, siç po bën ditë për ditë. Profesor? Unë nuk besoj se do të kemi ndonjë ndryshim thelbësor në qasjen tonë për ndryshime në kodin zgjedhor. Sepse koha po ikën, politika po merret me reformë në drejtësi, po ikën qershori, do ikë dhe koriku, kushti po është pushim. Kur të vi shtatori mbeten 3-4 muaj deri në fund vitit që lejohet mund të bëhet ndonjë ndryshim, se 6 muaj përpara zgjedhjeve nuk bëhen më ndryshime. Kështu që unë nuk besoj se do kemi ndryshime substanciale në kodin zgjedhor. Aq më tepër që po të vëshre edhe Partia Demokratike, unë nuk kam dakord me Fatmirin këtu, sepse Partia Demokratike atë çfarë kërkon tani kishte mundësi ta bënte kur ishte vetë në pushtet dhe nuk e bëri. Sepse ishte 8 vjet në pushtet, po të dëshironte votimin elektronik, po të dëshironte numërimin elektronik, të gjitha bashkë dim dhe e dim si ka rjedhur. Jo, na e thoni dhe ne, mjafton ta dini vetëm ju. Jo, se s'kemi kohë, jo për gjithë tjetër, që të japim letrat dhe që të flasim për të kaluarën. Por, unë mendoj që po të vëshrej tash edhe Partia Demokratike e ka hequr nga rendi ditës, nga debati i ditës çështën e votimit e numërimit elektronik. Absolutisht jo. Nuk e kam dëgjuar deri tani. Por nuk bëhet. Dakor, Fatmir, por nuk bëhet, do kohën e dur ajo. Nuk bëhet, sa muaj mbeten. Nuk kemi kohë që të bëhet. Paskal, nuk bëhet, po të filloj në vjesh nuk arrin, nuk bëhet do. Paskal, për transparent, diskutuar dhe në tryezën që është bërë takim me zotin Rama, votimi elektronik. Unë e shoh të pamundur këtë që të bëhet deri në fund të vitit. Dhe po nuk u bë, a nuk i vëre, t'ju jap edhe një fakt tjetër. T'ju jap edhe një fakt tjetër. Para disa muajsh, Lëvizja Socialiste për Integrim i dërgoi kryetari i saj madje, i dërgoi një letër Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, në cilën i kërkoi për shpejtimin e punës për zbatimin e reformës zgjedhore. Dhe e mori si një iniciativë të vetën. Ku është që i Lëvizja Socialiste për Integrim? Jo, mori pasi zoti Shej dhe ne shkuam, takuam zotin Meta, po. Kështu sistemi. Ne dorëzuam dhe zoti Meta i dërgoi një letër komisionit. Zoti Meta Zoti Meta s'ka nevojë të drejtojë letra. Jo. Paskal, zoti Meta s'ka nevojë të dërgojë letra fare. Nuk flas për këto 2 javë. Paskal është kryetari i kuvendit që të rret komisionin çdo kohë se funksionon ose jo. Ka disa muaj që zoti Meta ju drejtua komisionit në titullin personal si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, në cilën kërkoi Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore që të fillonte. Dhe madje atëherë u komentua kjo gjë shumë edhe si një lëvizje kundër Partisë Socialiste. Duhet ta keni harruar këtë fakt. Është një letër. Jo, kjo e para 2 javëve. Ju po thoni që nuk ka një përcim tashmë. Nuk kam pse, sepse palët nuk janë realisht interesuar që të bëjnë ndryshime në ato që flitet të ty në ato dokumente dhe për ato për cilat ne po flasim këtu. E kuptoj. Dakor, Gjokmarka besoj me të njëjtin pesimizëm e shef 2017-ën, si shtat parë. Jo, mendoj që politika ka një nevojë, ka etike të rishpik vetveten, një fabull, sepse është politika që ka ulë nivelin kulturor për fajsimit komponentit njerëzor që ka, i duhet të rishpik vetveten në gjëjt e tjerë, përndryshe do shkojmë me tej në krizë dhe pastaj do përballet me pasojat paparashikueshme. Dhe si shtot edhe profesor Milo, kohë nuk ka, edhe pse është një vit kalendarik, për shumë pak muaj punë, po të kemi parasysh verën që është në mes, që në ndajnë nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Unë ju falenderoj që ishit me mua ndëror televizionit, faleminderit zoti Shehi, Mediu, Milo, Gjokmarka që ishit me mua dhe për kontributin që datë. Takimi i ardhshëm me studion e hapur është për të martën që vjen. Natën e mirë.